Një aktivitet i zhvilluar mbrëmjen e së dielës në zonën e kombinatit i promovuar si ngjarje kulturore dhe i mbështetur nga Bashkia e Tiranë është ndruar në një mjet të hapur fushate për kandidatin e Partisë Socialiste Blendi Gonxhe. Aktiviteti Hell Drift Street Party, ku u ekspozua makina të fuqishme dhe mjete të vjetra retro, shërbeu si një platformë elektorale vetëm i afër parazgjedhjeve në shkelje të qartë të kodit zgjedhor, i cili ndalon përdorimin e fondeve publike me qëllim zgjedhore. Pavarësisht arrestimeve të fundit që kanë përfshirë drejtues të Bashkisë së Tiranës, përfshirë dhe kryebashkiakun në detyrë Erion Veliaj, institucionet lokale vazhdojnë të injorojnë ligjin. Aktiviteti organizuar nga Bashkia dhe kompania First Class Albania u zhvillua në sheshin Garibaldi të kombinatit, një zonë lëmë pasdore që prej tërmedit të vitit 2019, duke marrë pamjen e një eventi me natyrë qartësisht elektorale. Kandidati Blendi Gonxha, gjithashtu ministri i kulturës, jo vetëm që promovoi aktivitetin në rrjetet sociale, por publikoi dhe një album të plot fotografish nga ngjarja, duke përshkruar si një sukses energjik që bashkoi të rinjtë e zonës. Në foto shihen përkrah dhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste në Tiranë, Ogerta Manasiliu, ndërsa makinat retro të lidhur me kohën kur Gonxha drejtonte DPSHTR-n përforcuan bindjen se ky ishte një aktivitet i personalizuar për të. Në këtë mënyrë, ngjarja nuk rezultoi një event neutral kulturor, por një manovër politike e financuar nga taksat e qytetarëve. Në sfondin e largimit të Veliajt nga skena për shkak të akuzave për korrupsion, Gonxha duket se po projektohet si figura më e re e preferuar për të marrë drejtimin e Tiranës.